Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Sulme dhe mbi ambasadën amerikane në Kuvajt, trupi diplomatik paralajmëroi qytetarët amerikanë të mos paraqiten në ambientet e saj dhe të strehojnë në shtëpi deri në njoftim të dytë. Qëndroni në banesën tuaj në katin më të ulët të disponueshëm dhe larg dritareve, mos dilni jashtë ambasadë në një deklaratë, teksa shtuan se personeli i ambasadës amerikane është strehuar në vend. Kuvajti, një aleat i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që strehon gjithashtu një bazë ushtarake amerikane, deklaroi se ka kapur raketa të lëshuara në drejtim të territorit të tij. Merret Ministria e Mbrojtjes së Kuvajtit tha se disa avion ushtarak të Shteteve të Bashkuara udhëzuan të hënën, por të gjithë ekuipazhet mbijetuan. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump paralajmëron se operacioni në Iran mund të zgjasë deri në 4 javë. Krahas asaj, kreu i Shtëpisë së Bardhë numëroi qindra objektivat e goditura, ndërsa sipas New York Times përllogaritet në 2000. Trump paralajmëroi kundër sulmit të ashpër ndaj Teheranit pasi 3 ushtarak amerikanë u vranë deri në mëngjesin e së dielës gjatë operacionit Epic Fury, ndërsa 5 të tjerë janë të lënduar. Izraeli është nën sulm. Një raketë iraniane goditi një pallat banimi duke vrarë 9 persona. Në veri të vendit u dëgjuan sirenat për një sulm me raketa që vinte nga Libani nga Hezbollah. Reagimi i minjëhershëm erdhi nga mbrojtja izraelite, e cila u kërkoi banorëve të rreth 50 qyteteve dhe fshatrave të largohen urgjentisht nga shtëpitë e tyre dhe të mos afrohen pranë strukturave të dyshimta. Teherani vazhdon akmarrjen kundër vendeve që i konsideron armiqësore. Shpërthimi i raportuar në të gjithë gjirin persik përfshir Dubain, në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Dohën në Katar. Gjermania, Franca dhe Britania e Madhe janë gatër për veprime mbrojtëse proporcionale për të shkatruar në burim kapacitetin e Iranit për të lëshuar raketa dhe dron. Reagimi vjen në një deklaratë të përbashkët të Berlinit, Parisit dhe Londrës. Liderët e grupit e 3 janë të tronditura nga sulmet raketore të papërzgjedhura dhe jo proporcionale të lëshuara nga Irani kundër vendeve të rajonit në kundërpërgjigje ndaj tyre të kryera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli në territorin iranian, thuhet në deklaratë. Ministria e Punëve të Jashtme në Shqipëri ka bërë me dije se rreth 1500 shqiptar, rezidentë turistë, ndodhen në Emiratet e Bashkuara Arabe. Në dispozicion të qytetarëve shqiptar, rezident apo turist, është vendosur një numër emergjence. Ministria njofton se hapësira ajrore e Emirateve të Bashkuara, ashtu si ajo e të gjitha vendeve të gjirit, është e mbyllur përkohësisht si pjesë e masave për interceptimin e sulmeve, do të vazhdojë e tillë deri në njoftim të dytë nga autoritetet vendase. Hapja e hapësirës ajrore do të ndodhë në momentin kur të mos ketë më sulme dhe kur edhe vendet fqinjet të bëjnë të njëjtin hap. Presidenti i Republikës Maqedonisë së Veriut, Gordana Silianovska-Davkova, paralajmëron se situata është e sigurt bazuar në të dhënat e agjencive të inteligjencës dhe sigurisë kombëtare. Pas përfundimit të seancës së Këshillit të Sigurisë të thirrur për shkak të sulmeve në linjen e mesme, kreu i shtetit në Republikën e Maqedonisë së Veriut deklaroi se vendi nuk është i ekspozuar ndaj paqëndrueshmërisë dhe se as nuk ka rrezik për sigurinë brenda vendit dhe në rajon. Në këtë kontekst, autoritetet informuan se nuk ka probleme. Interkonjuktori midis Greqisë dhe Republikës Maqedonisë së Veriut është funksional. Ligji parashikon të sigurohet rezerva e naftës nga 40 deri në 90 ditë dhe kjo është plotësuar, deklaroi Silianovska-Davkova. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.